Ishte një ndodhi, paktën kjo ishte ajo ndodhia që neve kemi rreth fëmijërisë së Jezusit. Është e vetmja, për të mendohet që Jezusi ka qenë rreth 12 vjeç dhe ai e gjen, neve e gjejmë atë në mes të tempullit duke diskutuar ligjin me mësuesit e ligjit dhe ata kështu. Do të ndalemi tek Luka, kapitulli 2 vargjet 39 dhe në vazhdim, ndërkohë që do të shikojmë pak edhe te kapitulli 3 për Gjonin. Dhe mbasi kryen, vargu 39, dhe mbasi kryen të gjitha sipas ligjit të Zotit, të kthyen në Galile në qytetin e Nazaretit. Por fëmia rritej dhe forcohej në frym, duke qenë plot urtësi dhe hiri i Perëndisë ishte mbi të. Dhe prindërit e tij shkonin çdo vit në Jeruzalem për festën e Pashkës. Dhe kur ai u bë 12 vjeç, ata u ngjitën në Jeruzalem sipas zakonit të festës. Dhe si mbaruan ditët kur ata u kthyen, fëmia Jezus ndenjë në Jeruzalem dhe Jozefi dhe nëna e tij nuk e din. Por duke menduar se ai ishte me bashkëudhëtarët, ata bën një ditë rrugë, pastaj filluan ta kërkojnë midis farefisit dhe të njohurve. Dhe duke qenë se nuk e gjetën, u kthyen në Jeruzalem për të kërkuar dhe ndodhi që pas 3 ditësh e gjetën në tempull të ulur në mes të mësuesve duke i dëgjuar dhe duke u bërë atyre pyetje. Dhe të gjithë ata që e dëgjonin habiteshin për mençurinë dhe përgjigjet e tij. Dhe kur ata e pan mbetën të habitur dhe ema i tha: "Bir, ç'na bëre kështu?" "Ja, ju tat dhe unë po të kërkoj me anë." Dhe i u tha atyre: "Përse më kërkonit? A nuk e dini se më duhet të merrem me punët e hatit tim?" Por ata nuk e kuptuan fjalën që ai u tha atyre. Dhe ai zbriti bashkë me ta dhe erdhi në Nazaret dhe i bindej atyre, dhe ama i runte të gjitha këto në zemrën e saj. Përpara se të vend tek vargu 42. Neve mësojmë këtu një, le të themi, lexojmë ose një ndodhi të Jezusit në moshën kur ai ishte 12 vjeç, prindit e tij shkuan për festën e përvitshme në Pashkët që ndodhej ose kryhej në Jeruzalem. Ata do hutonin me 2 ose 3 ditë që të shkonin në Jeruzalem. Edhe çfarë ndodhte, ata piqeshin, mblidheshin të gjithë bashkë, grup njerëzish që hutonin bashkë, edhe qëndronin bashkë sepse ata do të ndaleshin gjatë natës, do të pushonin, edhe ishte më e sigurt që ata të hesnin bashkë, sepse gjatë udhëtimeve mund të kishte edhe hajdut ose robër që ose keqbërës që mund të dilnin mes të rrugës dhe t'i merrshin, t'i plaçkisnin. Edhe çfarë ndodhte, ata mblidheshin gjithë bashkë edhe kështu që ishin më të sigurt të ruanin njëri tjetrin. Ndaj dhe siç duket ndodhte që të mëdhenjt hesnin me të mëdhenjt, kam përshtypjen që burrat ecën përpara, gratë mbrapa, edhe pastaj ose fëmijët me gratë në mes, që fëmijët në mes dhe gratë diçka e tillë, domethënë që të ruanin atë, të mbronin njëri tjetrin. Pra kishte, por ajo çfarë vihet re në këtë rast ishte që ata prindërit e Jezusit nuk e vunë re, sepse nga që votonin dhe ata mendonin që ishin bashkë me kushërinë, le të themi, Jezusi ishte me kushërinë të vet. Dhe ndodhi që kur ata e kuptuan, ata tashmë kishin bërë një ditë e një natë rrugë, edhe detyruan që të ktheheshin përsëri dhe e gjetën Jezusin në Jeruzalem. Edhe e gjetëm pikërisht në tempull, duke diskutuar me mësuesit e ligjit të atërshëm. Mendoje atë, Jezus ishte 12 vjeç edhe mësuesit kishin vite eksperiencë që jepnin mësime dhe shpjegonin ligjin. Jezus i bënte aq pyetje të vështira sa të gjithë
habiteshin për moshën që ai kishte dhe bënte kaq pyetje të zgjuar, si një të rritur. Edhe ndodhi pikërisht që ndërsa po diskutonte me mësuesit e ligjit atje, ndodhen që prindërit erdhen dhe po kërkonin dhe i thanë ku ke humbur. Dhe Jezusi i tha atyre, pse më kërkonit, a nuk e dini se më duhet të merrem me punët e Atit tim. Edhe pse ishte goxha e rëndësishme kjo gjë, le të themi për anën Jezusi tregon diçka kështu. Prindërit ishin të rëndësishëm. Dhe prindërit janë pikërisht që neve duhet i bindemi dhe vargu 51 na thot këtë. Dhe ai zbriti bashkë me ta, erdhi në Nazaret dhe u bindej atyre. U bindej në çdo gjë. Por kishte diçka që Jezusi vë në dukje nga ana prindërore të gjithë neve do mërziteshim edhe le të themi do hacaroheshim, do tremeshim shumë që mos të kesh fëmijën tanë jetë duke udhëtuar, jenë në makinë edhe ku është Joeli? Mas 24 orë rrugë, të thuash, pasi ma rru një rrugës. Pra, është goxha e frikshme, por Jezusi tregon diçka, thotë, ka diçka akoma më të rëndësishme dhe është që të bëjmë vullnetin e Atit tim. Dhe neve shpesh herë mund ta harrojmë këtë gjë. Mund ta harrojmë dhe të themi, po shiko, unë kam punët e mia, unë kam familje që duhet kujdesem. Unë duhet kujdesem për këta, unë duhet kujdesem për ata. Pra ka shumë gjëra që na rrethojnë në jetën tonë dhe na vënë përpara përgjegjësisë, përpara zgjedhjes se çfarë duhet të bëjmë. Dhe kujt duhet t'i shërbejmë. Janë disa gjëra askush nuk mund të na thojë se çfarë duhet të bëjmë, por jemi ne që duhet të zgjedhim. A do t'i shërbejmë Zotit, a do t'i shërbejmë Perëndisë, a do ta vëmë Perëndin mbi gjithçka tjetër, apo do ta marrim Perëndin edhe t'i shërbejmë Perëndisë vetëm në momentet kur neve jemi të lirë, kur neve kemi kohë. Pra është diçka që gjithë secili prej nesh duhet ta bëj. Në fakt ky tekst mund duket pak kontradiktor, sepse pak më lart neve shikojmë që Jezusi duket sikur nuk i bindet prindërve, nuk i ndjek ata dhe shkon në tempull. Dhe pastaj lexojmë vargun 51 se thotë dhe ai zbriti bashkë me ta dhe i bindej aty. Çfarë ndodh? Ajo çfarë mendoj që është e rëndësishme për t'u theksuar në këtë rast është fakti që Jezusi po tregonte se kush është më e rëndësishme në jetë. Ti bindesh Perëndisë dhe të bësh vullnetin e tij. Dhe vargu 52 na thot pikërisht atë gjë që neve duhet kemi parasysh për jetën tonë, për fëmijët tanë. Dhe Jezusi rritej në urtësi dhe në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe përpara njerëzve. Neve duhet kuptojmë që ashtu siç fëmijët tanë rriten, ashtu rritemi dhe ne. Edukohemi, mësohemi, formohemi. Pavarësisht se në moshën që neve jemi kemi më shumë përgjegjësi dhe kemi akoma më shumë punë, dhe nuk e vëmë re që ne rritemi. Jo vetëm fëmijët tanë rriten me ne, por edhe ne rritemi. Por ne duhet kuptojmë diçka që ne duhet të mësojmë që të rritemi në urtësi, që të mësojmë fëmijët tanë që të rriten në këtë lloj mënyre. Rritemi në shtat dhe me hir përpara Perëndisë. Dhe pastaj dhe përpara njerëzve. Është goxha e vështirë në vetvete të mendosh që të rritesh edhe në hir përpara njerëzve, sepse siç e dim shpeshherë kërkesat ose dëshirat e njerëzve asnjëherë
nuk mund t'i plotësosh. Te kapitulli 3 do të ndalemi pak dhe do të shikojmë që Gjoni hyn në sken. Vargu 2 thot, le të lexojmë që edhe vargun e parë. Dhe në vitin e 15 të mbretërimit të Tibar Cezarit, kur Ponç Pilati ishte në qeveri i Judes, ose qeveritari i Judes, dhe Herodi tetraku i Galiles dhe vëllai Filipi tetraku i Turës dhe i krahinës së Trakonditës dhe Lizania tetraku i Abilenës, në kryshpriftërinë Ana dhe Kajfa, fjala e Perëndisë ju drejtua Gjonit, birit të Zakarias në shkretëtir. Është pikërisht që Gjoni shkoi u veçuan nga njerëzit, nga shoqëria, dhe ai u shjej me kërkaleca të egër dhe mjaltë të egër. Atëherë ai përshkroi gjithë krajinën përreth Jordanit, duke predikuar pakzim pendimi për faljen e mëkateve, siç është shkruar në librin e fjalëve të profetit Isaias, që thot: zëri atij që mbërtet në shkretëtir përgatit udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij. Çdo lugin do të mbushet, çdo mal i kodër do të ulet, vendet dredha do drejtohen, udhët e ashpra do të shërohen, dhe çdo mish do të shohë shpëtimin e Perëndisë. Ai pra u thoshte turmave që vinin të pakzoheshin prej tij, thot: pjellën e perkash, kush ju ka mësuar t'i arratisni zëmërimit që po vjen? Imagjinoni, vit dikush dhe të thrasë dhe të thot: o pjellën e perkash. Kush ka mësuar që të largohesh nga Perëndia? Kush ka mësuar që të largohesh nga zëmrimi i Perëndisë? Ishte Gjoni që përgatit udhën dhe i thret njerëzve që po vjen shpëtimi. Dhe i tha atyre, vargu 13, mos falni, 16. A Gjoni u përgjigj atyre duke thënë: unë pakzoj me ujë, por vjen ai që është më i fortë, unë të cilit nuk jam i tenja as t'ju zgjidh rripat e sandaleve, ai do t'ju pakzoj me frymën e shenjtë. Dhe ai po përgatiste, po lajmëronte gjithë njerëzit që po vjen Jezusi. Dhe kemi gjën veprimin e fundit të Jezusit, le të themi që Jezusi futet në skenë, është momenti vargu 21 dhe 22, dhe ndodhi që mbasi u pakzua gjithë populli, edhe Jezusi pakzua, dhe ndërsa po lutej, qielli u ha. Dhe fryma e shenjtë zbriti mbi të në trajt trupore, si të pëllumit, dhe prej qiellit erdhi një zë që thoshte: ti je biri im i dashur, ty të kam pëlqyer. Është ky momenti që jetë tashmë neve në mësimet në vazhdim do ta shikojmë Jezusin që mëson, predikon, edhe shëron njerëzit. Edhe do të shikojmë, do të studiojmë me imtësi, le të themi, jetën e Jezusit, se çfarë ai ishte i gatshëm të bante për njerëzinë. Jezusi ishte në gjendje që t'i shërbente njerëzve, ishte në gjendje që t'i shëronte njerëzit, tregoi dashuri pafund. Edhe neve e dim që kulmi i dashurisë së Jezusit ishte pikërisht me kryqin. Ju kujtoj 2 vargjet dhe do ta mbyllim mësimin së bashku për sot. Është pikërisht momentin që Jezusi thot: a nuk e dini se më duhet të merrem me punët e Atit tim? Ne a nuk e dim se sa e rëndësishme të merremi me punët e Atit ton qiellor? Ne gjithsecili prej nesh mund të thotë që kemi punë, kemi probleme, kemi shqetësime, kemi halle për të zgjidhur. Por a nuk e dim neve që gjëja e parë që duhet të bëjmë edhe të merremi është të merremi me punët e Atit?
Dhe kjo është pikërisht një zgjedhje që gjithë secili prej nesh duhet ta bëj. Nuk mund t'i themi dikujt bë kështu ose bë këtë ose bë atë. Ti nuk qeke besimtar i fort, ose por ajo çfarë duhet të kujtojmë dhe të mbajmë mend është Zoti është në krahun tonë. Dhe vargu 52 që do ta mbyllim përsëri sot është dhe Jezusi rritej në urtësi dhe në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve. Unë besoj që gjithë secili prej nesh, nëse do të ndjekim Perëndin, ne mund të rritemi në urtësi, në shtat dhe ajo çfarë është më e rëndësishme në hir përpara Perëndisë edhe përpara njerëzve. Nuk e di se kjo do të ndodhi, por di që unë i besoj një Perëndije që është i plot fuqishëm, i gjithanshëm, i gjithditur, edhe i gjithhirshëm. Ai mund ta bëjë këtë gjë. Pra nëse ne zgjedhim që të ndjekim Perëndin, me gjithë mendjen tonë, me gjithë zemrën tonë, ne do të rritemi në urtësi, në hir përpara Perëndisë.